Ka një interesim të madh ministri për të parë ndeshjen me bileta që u shiten brenda pak orësh kur federata i vendosi në shitje. Po më intereson e para, a je njoftuar me një fenomen që ka një shitje të biletave me çmime të larta në tregun e zi, se e komentoni këtë sport dhe a mendon që mund të ketë një mekanizëm për ta kontrolluar këtë situatë që të mos keq përdoret bileta? Interesimi natyrisht është i madh, ka qenë i madh prej fillimit të këtij cikli. Natyrisht se kam dëgjuar shqetësimet e informatat se mund të keq përdoren. Në institucionet tona janë duke u marrë me këtë. Ne ende nuk e dim a është kjo e fryrë përmes rrjeteve sociale apo me të vërtet po ndodh në shkollën që po plasohet. E çka nuk të institucionet janë duke u marrë? Ka nisur një procedurë? Moment mbram kur kemi vizituar kombëtarën edhe tifozeria Dardanët me udhëheqësinë e tyre, po edhe nga federata na ka dhënë ky shqetësim derisa isha me kryeministrin. E kryeministri ju premtoj se automatikisht do të informoj ministrin e brendshëm për këto shqetësime dhe ministri i brendshëm duhet të merret intensivisht me agjencionet e sigurisë për këtë. Thash edhe një herë, ende nuk e dim sakt sepse institucionet po punojnë edhe nuk e kemi kuptuar ende se a është kjo alarmante sikur po shprehet në disa prej rrjetave ose sepse shfolë për çmime 500-600 euro për një bilet. Janë raste të izoluara që fatkeqësisht ndodhin, e kanë për të ndodhur gjithmonë. Për ne është më rëndësi që kjo mos bëhet dukuri edhe do të mendojmë edhe për forma të tjera të parandanimit. A shfrytzu ministri për shembull mundësia ose privilegji që keni ndoshta për ta furnizuar kabinetin me bileta apo jo? Këtë rast asnjë privilegj nuk kanë institucionet për arsye që loja ka rëndësi shumë të madhe. Kështu tua them që 2-3 bileta për krejrat e institucioneve mezi kanë arrit të sigurohen sepse edhe musafirët kanë përqindje të lartë kësaj here për arsye të lojës e për arsye të marrëdhënieve të mira, po edhe interesimi është tepër i madh. Nuk ka ndodhur kësaj lloji interesimi, edhe këtu pastaj ka rrjedhur edhe biseda e thirrjet për ndërtimin e stadionit nacional për thirrje të drejta. Ne kemi plane, do të ndodh shumë shpejt.